Besimtar musliman nga gjithë bota janë mbledhur në xhaminë e madhe në Mekë për të kryer faljen e Bajramit, duke shënuar kështu përfundimin e muajit të shenjtë të Ramazanit, të konsideruar muaj të përkushtimit, lutjes dhe agjërimit. Këtë ditë festë pjesëmarrësit e mbërritur nga vende të ndryshme të botës zgjodhen ta kremtojnë në njërin prej vendeve më të shenjta të Islamit. Në mesin e tyre ishte edhe vetë princi kurorës i Arabisë Saudite, Mohammed bin Salman. Atmosfera që mbizotroi në qytetin e shenjtë të Mekës ishte ajo e përkushtimit, respektit dhe harmonisë. Besimtarët u bashkuan në lutje kolektive, duke falendëruar Allahun për udhëheqjen dhe durimin gjatë këtij muaji të vetkontrollit dhe sakrificës. Xhamia e madhe me qaben e shenjtë në qendër shërben si vendi kryesor i këtij kremtimi, ku ritmet e lutjeve dhe këndimi i Kuranit krijojnë një atmosferë të veçantë shpirtërore. Fitër Bajrami, një nga festat më të rëndësishme për muslimanët, shënon përfundimin e agjërimit një mujor dhe nisjen e një periudhe reflektimi, faljes, solidaritetit dhe bashkimit familjar. Gjatë kësaj dite besimtarët gjithashtu kryejnë veprime bamirësie, dhurojnë për të varfrit dhe takohen me familjarët e afërm, duke përforcuar lidhjet shoqërore dhe shpirtërore që janë në thelb të besimit islam.